Lideri i BDI-s Ali Ahmeti tha sot në manifestimin qendror për shënimin e festës së flamurit se ky 28 nëntor është më i bekuari këtu në Gradec. Në vendlindjen e ministrit të parë shqiptar të mbrojtjes në qeverinë Ismail Qemalit, Mehmet Pash Derallës. Ky nëntor, më i bukuri është në Gradec, këtu pranë komunës së Vrapçishtit, sepse sot ky 28 nëntor festohet në vendlindjen e ministrit të parë të mbrojtjes të qeverisë së Ismail Qemalit, general Mehmet Derallës. Manifestimi të sotëm i parapriu vendosja e kurorave në varreset e martirëve të luftës së vitit 1915 dhe të busti i Mehmet Pash Derallës, emrin e të cilit e mban salla e sporteve, e cila u ngrit brenda një afati rekord, më pak se 4 muajsh. Ndërkohë, Akademia Solemne për shënimin e përvjetorit të ditës së flamurit dhe të pavarësisë së Shqipërisë u mbajt sot në Shkup. Kohët kanë ndryshuar, edhe atë në favor të shqiptarëve, dhe ne duhet të jemi të mençur dhe të zotë që këto kohë edhe më tej të shfrytëzojmë në avancimin e çështjes shqiptare, duke rumbullakuar në tërësi të drejtën e pamohueshme dhe pakontestueshme për barazim mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni, atij shqiptar e maqedonas, deri në përmbylljen dhe jetësimin e pavarësisë së Kosovës, duke përfunduar e pranuar në të gjitha institucionet ndërkombëtare, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe me një Shqipëri në paqë, stabilitet e prosperitet ekonomik, dhe sa më parë të jemi pjesë e Europës së Bashkuar dhe si Ballkan Perëndimor të jemi aty ku e kemi vendin, në NATO e BE, ka thënë zoti Ahmeti. Ndërsa kryetari i PD-s Mendu Thaçi dhe nënkryetari i BDI-s Nevzat Bejta ishin ftuar sot nga Bashkësia Lokale e Fshatit Reçan të Gostivarit në përkujtim të Aqi Freçanit. Bashkësia Lokale e këtij fshati kishte thirrur të gjitha partitë në shenjë të ditës së sotme së flamurit kombëtar, kurse siç duket, partitë shqiptare kanë filluar të bëhen bashkë gjatë evenimenteve të ndryshme për hir të festave të mëdha të nëntorit. Me një sër aktivitetesh kulturore, dita e flamurit kombëtar shqiptar u shënua edhe në rajonin e Kërçovës. Aktivitetet për shënimin e kësaj dite të madhe historike filluan me homazhet në qendrën memoriale të Zajazit, ku në shenjë nderimi për të rënët e lirisë u vendosën kurora lulesh.